një nga kujtimet më të bukura që më la New Yorku ishte parashifja. Do nuk të la përshtypje statue lirisë. Jo, kur takoj presidentin Trump baze Times Square, të po parashifja si madhe. Parashifja më la një ndjesi të jashtëzakonshme. Pse? Si është tani parashifja? Po tani më bëjnë shumë shpesh të pyetje, mua më duket mirë, po ta shohësh parashifja jeton në botën e saj, që është e pa bërpis me njerëz që mundet të interferojnë në botën tonë dhe ta trazojnë atë. Parashifja ka shumë të bukur botën, edhe është diku atje në një qosha, duke qeshur për çdo gjë që mundet t'i rrotullohet. Ke kontakt? Po, flasim her pas here kur Eltoni Liriani. Lindjen e këto? Po jo, më tani isha në New York, se isha për 41-shën, e kupton? Po. Tani isha, në 10 orë erdha. Po, dhe? Kështu që tani do iki prapë dhe do të takojmë prapë parashimin. Do dhe është mirë, a mund t'japi një koncert që përflitet? Nëse do t'ja propozoj dikush patjetër, po s'po i propozohet ky koncert. Dhe atë moderatori koncertit ti është ti për shembull. Me qeft për parashivim po them. Parashivim si magu, no? Për parashivim si magu, no? I koncert recital? Edhe ti nuk ta bëj? Po çfarë thua më? Po do ta bënim bashk. Unë shkoja me shumë kënaqësi skenarin. Po, sa bukur. Po që nuk më kisha vajtur në mendje. Me shumë dëshirë do shkoja skenarin. Dhe ti shkruan vetë skenar, nuk e diskutoj këtë, po. Për parashivim si magun absolutisht e bëj.